Mbi 1000 nxënës të klaseve të nënta në komunën e Gjakovës, sot ju nënshtruan testit të arritshmërisë. Gjithsej 1050 nxënës u shpërndan në 7 qendra të testimit, ndërsa procesi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Koordinatori i testit të arritshmërisë, Dugaxhin Ademi, përbes një deklarate me shkrim për televizionin Syri, për i të ditur se procesi është zhvilluar pa asnjë parregullsi. Testi ka përmbajtur gjithsej 100 pyetje dhe detyra nga 9 lëndë mësimore. Për procesin e testimit folën edhe vetë nxënësit. Është stresuese edhe shumë, se edhe në fund edhe me testet shkollës, edhe tu e di se ka të pret edhe një më i madh sekret këta tjerë në fund vitit. Dhe edhe mirë mu hek ky test, nuk ka kurfar rëndësie. Edhe nxënësja Marigona Dedaj u shpreh e kënaqur me mënyrën se si është zhvilluar testimi. Procesi i testit të arritshmërisë nuk ka hiç i zorshëm, ka shumë i lehtë, edhe ju uroj suksese gjithë fushatorëve të mi. Rezultatet e testit të arritshmërisë pritet të publikohen me 5 korrik.